Pjesë e suksesit të klubit të futbollit Skutari, që u shpall me 3 ekipe kampion, është dhe trajneri i këtij klubi Gilbert Marku. Urime Marku. Ju nuk jeni shumë kohë, jeni ndoshta trajneri më i ri në stafin teknik të Skutarit. Si e pritet ftesën e drejtuesit Erion Hasaj për të bërë pjesë e klubit Skutari? Shumë mirë brita. Është kënaqësi me punu me profesor Jonin, profesor Medin, profesor Miguelin, të tanë stafi është i mrekullueshëm, fëmijët janë mrekullueshëm, fushat i shikoni vetë janë të mrekullueshme, është kënaqësi. Sidomos kjo fundet e theksuat edhe ju, po shikohet qartë, nuk ka nevojë për koment. Ambienti është me të vërtetë super. Dhe këto fëmijë që vinë për tu servitur ndjejnë edhe kënaqësi më tepër, kur edhe fushat me bar natyral, sepse ka shumë fusha me bar artificial të cilët në një farë mënyrë edhe trajnerët ankohen edhe për dëmtime. Por është një plus më tepër apo jo? Po, normal. Fusha natyrale, normal që është më mirë se ajo sintetike, se shifet vetë. Rezultatet janë më të mira për lojtarët. Nuk ka më pak dëmtime, më shumë stërvitje. Profesor Marioni, drejtuesi i klubit, me bërë ditur për ju që ju kontriboni thuajse në të gjitha grup moshat, por më tepër jeni tek moshat e vogla. Tek moshat e vogla. E ardhmja e futbollit. Por edhe tek ekipi U15 në cilësinë e zëvendës trajnerit. Po. Ku ndjeni veten më mirë, te cila grup mosh? Po, te gjithë secila jap kontributin tim, kështu që ku të mundem më shumë. Moshat e vogla janë ata që të kënaqin se janë fëmijë, janë e ardhmja, do të më pas për kushtimin me ato. Kurse moshat e mëdha merresh vesh i fije dhe më mirë me to, dhe normal të pas edhe profesionin aty është një plus shumë më i madh. Ndonë se ka kohë dhe me vonë për të rritur, për të saksuar më shumë, po që tani fillojnë ato sinjalet e para, shenjat e para, dalloni se konstatoni se ka elemente të perspektivës? Normal ka shumë elemente, ka shumë fëmijë që kanë përparësi për me luajt futboll, kanë mundësi për mu bë dikush një jetë paktën me dhënë futbollit në Shkodër, ndoshta edhe në rang më të madh. Cila prej ndeshjeve të këtij sezoni ju ka mbetur më tepër në kujtesë, si ka qenë më e bukur? Në moshat e vogla, në përgjithësi të tana kanë shku mirë, po ka skuadra të ndryshme që kena pas shumë, edhe ndoshta edhe rezultati ka qenë i ngushtë dhe nesha ka shku shumë bukur. Suksesi i këtij sezoni që më sa duket është i pari për ju. Po, i pari për mua. Me siguri është edhe një motiv më tepër për të vijuar me të njëjtin pasion. Normal. Do ta ndjekum më tepër. Futbolli është kënaqësi më marr me futboll, sidomos me moshat e reja. Gilbert, faleminderit për intervistën dhe urime për sukseset e arritura. Shpresojmë të takohemi me të tjera trofe në vazhdimsi. Faleminderit.